Nata e vitit të ri është një nga ato momente të ralla kur gjithçka ngadalësohet. Zhurma e vitit që i kuhesht për pak qaste dhe njeriu mbetet vetëm me mendimet e veta. Nuk është thjesht fest apo ndërim datash. Është një moment i brendshëm ku secili bën një bilanc të heshtur. Çfarë mbeti pas dhe çfarë do të doje të mbaje me vete. Këto gjëra që do të dëgjosh nuk janë rregulla dhe as premtime boshe. Janë zakone të thjeshta që japin kësaj nate kuptim dhe qetësi. Bëj me mendje të hapur dhe me zemër të qetë, sepse mënyra si e nis këtë natë shpesh përcakton mënyrën si jeton vitin që vjen. Pastro shtëpinë para datës 31. Para se të vijë nata, bëje shtëpinë të marrë frymë. Nuk është çështje perfeksioni, është çështje ndjenje. Ku rregullon një qoshe, si ku rregullon edhe një mendim. Në shu shtëpi, pastrimi para datës 30 e një ishte si një mbyllje e butë e vitit. Rëmuja nuk duhej të hynte bashkë me vitin e ri, dhe më 1 janar zakonisht nuk pastrohej, jo sepse ishte ndalimi i ashpër, por sepse dita e parë shihej si ditë pushimi dhe mbarësie. Njerëzit donin ta nisnin vitin pa e shkelur qetësinë me zhurmë pune. Kur e bën pastrimin më herët, natën e vitit të ri e kalon më lehtë. Të duket sikur ke hequr nga vetja një barë të vogël. Dhe ky është mesazhi i parë i vitit. Filloni rregullt, jo i ngarkuar, jo i shpërndar. Mbaj lek në xhep ose portofol. Në traditë, shtëpia nuk duhej të ishte bosh. As xhepi nuk duhej të ishte bosh. Edhe një shumë e vogël mjaftonte. Ideja ishte e thjeshtë. Viti i ri të gjej me diçka në dorë, jo me mungesë. Ky veprim nuk ka të bëjë me pasuri të menjëhershme. Ka të bëjë me simbolik dhe me mendje. Kur e mban paran me vete, po i thua vetes se nuk hyn në vit me frikë, hyn me një shenjë sigurie. Madje shumë njerëz e bënin si zakon të vogël edhe për fëmijët. U fusnin një kartëmonedhë në xhep, që ta ndjenin vitin si mundësi. Mund ta kthesh në rit personal. Zgjidh një kartëmonedhë, vendose në portofol, mos e shpenzo atë natë. Le të jetë kujtesë e qetë. Kujdesi financiar fillon nga një gjest i vogël dhe nga një mendim më i pastër. Vendos bukë, krip dhe verë në tryezë dhe mbushe tavolinën plot. Tryeza është zemra e kësaj nate. Buka, kripa dhe vera nuk janë thjesht ushqime. Janë fjalë të vjetra që flasin pa zë. Buka për jetën dhe mbarësinë, kripa për qëndrueshmërinë dhe lidhjen, vera për gëzimin dhe bashkimin. Kur tavolina mbushet, edhe shpirti mbushet, edhe nëse nuk e shumë, vendos me kujdes atë që ke. Renditja, ngrohtësia e dritës, mënyra si ulesh, këto janë gjëra që japin natës formë. Në traditë nuk ishte rëndësishme luksi. Ishte rëndësishme që të mos dukej varfëri në shpirt. Një copë buke mirë, pak krip, një gotë verë, disa ushqime të thjeshta, dhe ndjenja që shtëpia është e gjallë. Kur e shet tavolinën plot, të mbushet mendja me idenë se viti mund të jetë i mbushur, dhe kjo ide të ndihmon të ecësh. Puth dhe uro njerëzit e dashur në orën 12. Ora 12 është çasti kur njeriu kërkon një shenjë dashurie. Në shumë shtëpi, urimi dhe puthja në mesnat është si një vulje e vitit të ri. Nuk është vetëm fjalë, është një prekje që thotë, jemi bashkë, e nisëm mirë. Kjo ka rëndësi sidomos ku familjet kanë kaluar lodhje, punë apo heshtje gjatë vitit. Në atë çast, edhe një përqafim i thjesht i heq akullin fjalëve të pashprehura. Nëse je me miq, uroji një nga një, jo si turm. Nëse je me familje, mos e kalo mesnatën në telefon, përqendrohu te njerëzit. Edhe nëse nuk je pranë dikujt që e do, mund ta urosh me një mesazh të shkurtër, të ngrohtë, pa shumë fjalë. Kjo natë kujton se mbarësia nuk matet vetëm me gjëra materiale, matet me marrëdhënie. Dhe marrëdhëniet forcohen me gjeste të thjeshta, të sinqerta, në momentin e duhur. Ha diçka të ëmbël, mjalt ose ëmbëlsirë. E ëmbla natën e vitit të ri është një ide e bukur, jo si supersticion i rënd, por si dëshirë që viti të mos jetë i hidhur. Një lugë mjalt, një ëmbëlsirë e vogël, një copë baklava, apo çfarëdo që e lidh familje me kujtime. E ëmbla të qetëson, të sjell një shije fëmijërie, një ndjesë shtëpie. Në traditë thoshin që vitin ta nisësh me shije të mirë. Edhe sot kjo ka kuptim. Nëse e nis natën me një shije të ngrohtë, trupi e merr si sinjal qetësie. Mund ta bësh edhe simbolike. Ndaje me dik, mos e ha shpejt. Merr një çast dhe mendo për një gjë të mirë që dëshiron ta ruash gjatë vitit. Kjo e bën ritualin më të vërtetë. Nuk ka të bëjë me sheqer, ka të bëjë me qëllim. Viti i mbar fillon kur e trajton veten me butësi.
edhe në gjërat më të vogla. Mbush gotat plot para dollis, mos lërgot bosh. Kur bëhet dollia, gota bosh shihej si shenjë mungese. Prandaj njerëzit kujdeseshin që në momentin e urimit, gotat të ishin plot. Edhe nëse nuk pi alkool, mund ta mbushësh gotën me ujë, lëng apo çfarë të pëlqen. Ideja nuk është pija, ideja është plotësia. Një gotë e mbushur i thot mendjes se kemi mjaft. Kjo është një gjendje që na mungon shpesh. Gjithmonë mendojmë çfarë s'kemi. Në këtë natë, ky rit të shtyn të mendosh çfarë ke. Kur e ngre gotën dhe uron, mos e thuaj si rutinë. Thuaje me qetësi. Uro shëndet, urtësi, punë të mbar dhe paqe në shtëpi. Janë urime të thjeshta, por të mëdha. Pastaj mos e lër gotën të braktisur në tavolinë. Ktheje në detaj të kujdesit. Viti fillon me një shenjë rregulli dhe respekti. Hap pak derën dhe dritaren direkt pas orës 12. Ky është një rit që shumë njerëz e mbajnë mend nga gjyshërit. Pas mesnatës, hapnin pak derën ose dritaren. Ishte si të lëshosh të vjetrën dhe të ftohësh të ren. Nuk ka nevojë ta bësh gjatë. Mjafton disa sekonda. Qëllimi është simbolik. Ajri i freskët të jep ndjesinë se fillon diçka e re. Është edhe një moment qetësie në mes të zhurmës. Mund të dalësh për pak në balkon, të marrësh frymë thellë, të shohësh fishekzjarët dhe të kthesh syt nga brenda vetes. Në traditë, ky veprim lidhej edhe me largimin e të keqes. Sot mund ta kuptosh si largim të mendimeve të rënda, si një çast ku e levitin e vjetër të shkojë, pa e tërhequr pas vetes. Njeriu ka nevojë për këto gjeste, sepse truri kupton më mirë kur i jep një shenjë fizike. Një derë që hapet, një vit që fillon. Bëj një dëshirë në heshtje me veten. Dëshira e natës së vitit të ri është një nga gjërat më të bukura, sepse është intime. Në traditë thuhej se dëshira nuk duhet treguar, jo për frikë, por sepse gjërat e rëndësishme rriten më mirë në heshtje. Kur e thua me zë të lartë, shpesh kërkon miratim. Kur e mban brenda, e bën marrëveshje me veten. Zgjidh një dëshirë të vetme, jo 10. Një dëshirë që ka vlerë, shëndet, punë, qetësi, një ndryshim në karakter, një marrëdhënie më e mirë. Pastaj mbylli syt për pak dhe thuaje me mend, ngadalë. Mos e shoqëro me panik, mos e shoqëro me frikë se nuk ndodh. Thjesht thuaje si qëllim. Ky rit e bën natën më personale. Nuk është vetëm fest jashtë, është edhe një fillim brenda. Dhe kur të vijë janari me ditët e tij të gjata, kjo dëshirë e vogël do të kthehet si kujtesë se ti e nise vitin me qëllim. Mbaj veshur diçka të kuqe. E kuqja është ngjyrë që tërheq vëmendje dhe energji. Në shumë vende, por edhe te ne, e kuqja lidhet me fatin, dashurinë dhe mbrojtjen. Nuk ka rëndësi sa e madhe është. Mund të jetë një shall, një detaj i vogël, një bluzë, një aksesor. Rëndësi ka ta vendosësh me vetëdije, të thuash me vete, po e nis vitin me guxim dhe me jetë. E kuqja është ngjyrë që të nxjerr nga apatia. Në natën e vitit të ri, kur shumë njerëz e ndjejnë edhe pak trishtim të fshehtë, një detaj i kuq të sjell gjallëri. Mund ta lidhësh edhe me një premtim të thjeshtë, të mos e ulësh veten, të mos e lësh zemrën pa ngrohtësi. Ky rit është i lehtë, por vizual, dhe gjërat vizuale na ndihmojnë të kujtojmë. Kur ta shohësh veten me atë detaj, do të kujtohet se ke dashur një vit më të mbar, dhe kjo të shtyn të sillesh si njeri që e meriton. Ha 12 kokra rrush dhe edhe pak sheg. 12 kokrat e rrushit lidhe me 12 muajt e vitit. Është një ide e thjeshtë dhe e bukur. I ha ngadalë, një nga një, dhe mendon si do të doje të ishte secili muaj. Jo plane të mëdha, vetëm ndjesi. Një muaj me qetësi, një muaj me punë të mbar, një muaj me shëndet, një muaj me gëzim. Pastaj shega. Shega është simbol bollku. Ka shumë kokra, si shumë mundësi. Kur e hap shegën, duket si një botë e vogël e kuqe brenda. Është një pamje që të mbetet në mend. Mund ta vendosësh në tavolinë, mund ta hash pak pas mesnatës. Ky ritual të kujton që viti nuk është një ditë, është një varg ditësh të vogla, dhe bollku shpesh vjen jo si mrekulli, por si shumë gjëra të vogla që mblidhen, si kokrat e shegës. Një zakon i mirë, një vendim i vogël, një mik i mirë, një mundësi. Kur e nis viti me këtë simbolik, e nis me shpresë, por edhe me durim. Si ta mbash energjinë pozitive edhe pas kësaj nate.
Nata e vitit të ri mbaron shpejt, por ajo që mbetet është gjendja me të cilën zgjohesh të nesërmen. Prandaj ky kapitull nuk ka të bëjë me rite, por me mënyrën si ta vazhdosh fillimin e mirë. Së pari, mos e mbush ditën e parë të vitit me krahasime. Çfarë bëjnë të tjerët, çfarë postojnë, ku shkojnë? Krahasimi ta ha qetësinë pa e kuptuar. Së dyti, mos e nis vitin duke u lodhur pa nevojë. Një shëtitje e qetë, pa ajër i pastër, një bisedë e ngrohtë vlen më shumë se çdo plan i madh. Së treti, mos e mbingarko vete me premtime të pamundura. Një ndryshim i vogël është më i fortë se 10 që harrohen. Së katërti, ji i butë me veten. Nëse viti i kaluar ka qenë i vështirë, mos e ndëshko veten për gjërat që nuk dolën. Merr mësimin dhe vazhdo. Dhe së fundi, ruaj një zakon të vogël nga kjo natë. Një urim i sinqert, një moment heshtjeje, një gotë mbushur me mirënjohje. Këto gjëra nuk janë vetëm për vitin e ri, janë mënyrë jetese, dhe pikërisht aty fillon viti i mbar. Këto 10 gjëra janë të thjeshta, por ka një mesazh të përbashkët. Viti i mbar nuk nis me zhurmë, nis me kujdes, nis me rregull në shtëpi, me respekt për tryezën, me fjalë të mira dhe me një çast heshtje për dëshirën tënde. Merri si rit, jo si detyrim. Bëj me qetësi dhe me zemër. Nëse do, shkruaj në komente cilën nga këto e bën gjithmonë dhe cilën do e provosh këtë vit. Abonohu për më shumë tema të tilla dhe gëzuar me mbarësi. Në fund të kësaj videoje, duam t'ju falenderojmë që ishit me ne këtë vit. Çdo shikim, çdo koment dhe çdo mesazh na ka dhënë forcë për të vazhduar. Ju urojmë një vit të ri me shëndet, qetësi dhe dritë në shtëpitë tuaja. Një vit ku të keni durim për veten, dashuri për njerëzit pranë dhe guxim për të ecur përpara. Urojmë që çdo ditë e vitit të ri t'ju gjej pak më të qetë se dita e djeshme dhe pak më të fortë se sa mendoni se jeni. Gëzuar vitin e ri dhe ju faleminderit që jeni pjesë e kësaj familjeje.